الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالندريم تقن الله عز وجل أتأ فالندروي مبيتين ديه ماذا فالي كركويم Selavatet ja qojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që kanë pasuar e pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuam, nesër do të flasmi ose kjo do të jetë xumaja e tretë që flasmi për një prej mu'gjizateve, prej mrekullive të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Një dy kena pas përmend më herët, tash kjo e treta. Mi po kjo veç sa më bën një shkputje të vogël në historikun e Nuhit alayhi salam. Ndërsa sot do të flasim për një mu'gjizë të pejgamberit, për një mrekulli që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e që i ka ndodhur gjatë jetës së tij. Dhe kena pas përmend që mrekulli do të thotë diçka që e thën rregullin e natyrshëm që nifet tek na. Rregullin e zakonshëm që nifet tek na e thën mrekullia. Vjen diçka e jashtë natyrshme nëse i themi kështu. Sot do të flasmi se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur edhe një mrekulli, i ka ndodhur pejgamberit një mrekulli në raport me qumështin. Në raport me qumështin. E kena përmend disa të tjera mrekulli kush do një kthehet, pastaj këto do të flasim disa një mrekulli për që i ka ndodhur në raport me qumështin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ja nisim prej hadithit të cilin e transmeton Imam Buhariu, e transmeton edhe Imam Ahmedi, Imam Tirmidhiu, Ibn Majah dhe të tjerë, dhe hadithi, domethënë kur thon Buhariu është diskutuar që është i saktë, vjen prej Abu Hurairës. Edhe tregon ngjarjen vetë Abu Huraira radhiyallahu anhu. Thotë Abu Huraira, shoku i pejgamberit dhe sahabiu që më shumë ti ka transmetuar hadithe. Thotë se unë thotë vallam do të thotë Abu Huraira, thotë in kuntu la'atamidu bi kabidi ala al-ard min al-ju'. Ka thotë Abu Huraira, unë do të çaq fort isha i uritur, saqë u duke me shtri borkin tem për tuke, mu munol pak në tru uria. Ose thotë ka një herë, bile e lidhsha në guri në borkun tim për shkak të urisë së madhe, kështu thotë Abu Huraira. Bile ka hadith tjetër për Abu Hurairës ose ngjarje e Abu Hurairës, ju këtë hadithin që po e flasmi, thotë që ka posë rast çaq jam kon i uritur, saqë më është dorë ka pak mushkaravit, kështu na për tuk, i uritur shumë, dhe ka orë një sahabi tjetër, thotë ma ka qitë kamën në qafë duke mendu që mu më ka hinje gjini, ose më ka kape gjini, shejtani. Mi po të që o lem raha se s'kam pun me gjinu në këtu mirë jam, po tjetër se në kam gojlen. Më rëndesin këtë hadith që po e sirmi si argument në ato që po e thuna si mrekulli e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë Abu Huraira, e çka të baj? Thotë mora një ditë edhe dola tek si thonë nasin shesh me dal. Dola në atë vendin ku ishin në rrugë ku u anësin ata burrat asaj, njerëzit. Dola, thotë erdhi i parit, të parin që takova, ama isha shumë i uritur. Të parin që takova Ebu Bekrin, radhiyallahu anhu. Thotë takova Ebu Bekrin, edhe i thash Ebu Bekr, a moj me pyet diçka, ha çka ko? Tha që ky ajet që shkuptuhet. Tha Abu Huraira, unë jo që nuk e disha zbërthimin e ajetit, e disha, por tha, ju fluka Ebu Bekrit, mos rastisht, po ma kupton gjendjen e Ebu Bekrit që unë jam i uritur shumë, edhe po më thet, hajde mas mejet, që kejtë allon dë buk. Mos më thet qështu? Mirë po tha, nuk e kuptoj Ebu Bekrit qështje, s'ma kuptoj urin time.
Mas spjegaj ajetin, po ky ajet e ka këtë kuptim, ka zbrit për qita, shkoj, prej që ona pet mos pa vjen e kështë jetë ma kuptan. Erdhë Omeri, tha, radiallahu anhu, wa anhum gjma'in, erdhë Omeri. Omer, e kam një problem me një ajet, ha? Qysh kuptohet që ky ajet, ha? Mas bërthene Omeri, ky ajet kuptohet qështu, ka zbrit për qita, pja të regon këtë. Edhe ato tha, valla e disha. Po tha, se Buharia ka qenë i ditur. Edhe ato tha, e disha, po tha, thësha mos po më thet në ka, Omeri që hajde, do bëk se ke uriti. S'ma kuptaj, tha, mu përgjegj shkaj Omeri. Mirë po tha, tu i najt, erdhë njeri u maj miri, besniku, erdhë njeri u maj sinqerti, erdhaj që i kuptoj ke senet ma mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po qka ke tha interesant? Si unë po, tha mu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma kuptoj, se s'kam pun pyetje edhe kur gjon. Edhe më dojtu më njëherë, ma kuptoj në gjendjen time më njëherë, ma kuptoj. Dhe kjo është një mësimbili për udhëheqësit që xhamatit të tyre, popullit të tyre m'ja kuptu gjendje më njëherë. Jo me në për shumë me vujt vitet të tëra, derit ma sa viteve vujtje, pasaj me thonë që ta kuptuva se çfarë pas këti. Ndërsa, tha mu më drejtu, se pejgamberi kur ma po gjendje më kështu, edhe busqeshi pejgamberi pak. E vëreti sepse amor. Tha Abu Hir, nuk i tha Abu Hurajre. Se Hurajre i thuj mocës, se nuk është am një plot ky Abu Hurajre, se ka një 30 amra që i thuj që ka pos, pa e la me shtanja që nifet në literaturë Abu Hurajre. A mu i tha Abu Hir, Hir nëse përthet është një maquk i vëgil. Se Hurajre edhe është mocë, vetëm se Hir maquk i vëgil. Pejgamberi ja tha në ledhatim plus. Në ledhatim. Hajde tha, më busqeshi tha, hajde mas meje, tha, o Abu Hurajre, o Abu Hir, ose Abu Hurajre, hajde tha mas meje. Shkova mas pejgamberi, kur ku tha, shkej të një prej shtëpive të ti, shkej në shtëpinë e ti. Edhe, vetja ka diçka këtu, e po një kadh, i thujnë arabisht, një taz me qumësht. Amo këtë tazi me qumësht, si mbyllu kështu është, parafërsisht i ka një 2 kg me dotima. 2 kg, ose 2 litra tashme që është qumështi, 2 litra e dotima. S'ko shumë ma shumë. Edhe i tha bashkjortës të vetë, ka është orë që këtë qumësht, aja i tha, këtë qumësht, këtë pse për bishtë hadith, me ka dhu mërkullia e pejgamberit në qumësht, për shta për në këtë hadith. Edhe të ka është këtë qumësht, ata thënë ka orë, e Buharia tash e kishte haru, nështë ka haru, për shkak se në atë moment ka qenë shumë i uritur. Se ka dit, a tha, bashkëshortja pejgamberit, se ka orë për një gruës, ta ka prunu dhurot, apo ka orë për një burit, dy ati i përmene Buharia, tha që ka orë nuk e di, tha për një gruës, apo një burit. Ta kanë mu si lej dhurot e kështë. Edhe pejgamberi ka pos me pyt, për shkak se nëse ka qenë hedije, e ka pranu pejgamberi. Nëse ka qenë sadok, pejgamberi s'ka pranu. E ka pos të ndaluar dhe këm pas ka dhun gjumo pse pejgamberet e këm pos, ose pejgamberi Muhammed sësëm, e ka pos të ndalu me morë sadokën. Me rëndësi e murë, edhe unë nuk zhuva. Se një 2 litra qumësh, po tha që tashtë, po pi që të adim, elhamdhe u gëzuva tha pak. Kër më tha, Ebu Hir apet, si ledhatim kështu, ose Ebu Hurajre, a pa shka ta të ehli Sufa. Ehli Sufa, të regan e Buharia e në ka disa musliman të cilët nështë janë shpërngull prej vendeve të ndryshme kënë orë në Medine. Kënë orë në Medine, s'ken pos familje, s'ken pos shpia, s'ken pos... Edhe ma shumë ehli Sufa kënë nejtë në gjami. Kur zbërthehen hadithet, ehli Sufa jenë silë. Herë kënë një 40 veta që s'ken pos kënë në gjami. Herë jenë kënë një 70, mas shumë t'i ka shu dhe edhe në 400. Dhe më katë numri, po e Buharia thëtë nuk e di sa ke numri. Ke numri madhë. Edhe këmë tha Abu Hurajre, tha, a pa shka më mi thije se, thët e Buharia ata ishin njerë të varfër, që kur kishtin kur ju vike pejgamberit në i sen, në i hedije, dhurat, atër ja bike pejgamberi atyne edhe pak, edhe pejgamberi hanko se pike bashkë me ta. Nëse i bike në i sadok, pejgamberi nuk hanke sadok, dhe ja bike hane jo krejt vetë. Kur më tha, mu tha Abu Hurajra, a pa shkën be tha, thirmi tha ehlu Sufën, tha që ta është Abu Hurajra, nuk u merë, tha, nuk e prita mirë. Se unë e paramendova që ku punë ehlu Sufa, ku më di so njeri është në gjami tash atë. A 40, 50, 60, a i qina. Se është numri ty, unë ta jam i pakt. Se ata bili ka ndohë me pejgamberi ka që unë ta jam i pakt. Kur më tha që shto, po qka me bon, tha se urë një zotit edhe i pejgamberi, zguzeshmi me thim.
Tha, po shkaj, ja Rasulullah, po shkaj. Kur shkaj, hajde dhe se pju thirë pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Erdhen ofër shtëpisë pejgamberit, edhe u rëndetën. Po çka ke tani henez më interesant ja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Ebu Hurajre, merri ti jepi. Ata mbikë thashë, unë isha i pakti, jo ata, unë tha. Tha jepi ti. Kur janë isa tha më dhon njonit, më nëjsha sikur mos me pi ma pak, më mloni tru, se 2 litra me 4-50 vet, a din? Tha pike njoni, po tha nuk u shike, se ato një fa konto që nuk shifet vetë. Ma dhon ke kontin, knatën, ose që me thonë, shishen, ose. Ja dhon shat tjetrit, me ranë që shto deri sa i kërtëm kejt. Po tha Haneza o meti, tha kështu në dorën time, Haneza o meti qumë është. Gjitha tha 4-50 veta, a 60-70, sa ku numri shumë i madhe, Buharia nuk e dike, a më Halesufa të ka dhua se sa e në kon, a peta o meti qumë është. Po pejgamberi sallallahu tha, në fund të më këshyri, tha mu, tha edhe busqeshi pejgamberi, tha, Ebu Hurajre, kemi me të veçun edhe ti qëtasht. Thash, vallaj të vërtetën e tha i dërgumizur, veçun e ti qëtasht kemi se ketë ungapën, ketë apishin dhe ungapshin. Atëherë tha, pejgamberi së më tha, peti, tha unë një dhash pejgamberit, po pejgamberi sa e debili, sa i sjedhshëm, sa i dashur për umetin e ti, edhe pejgamberi kështë nevoj me pi, ama njëherë ju dha krejtve, e pastaj me pin vetë. Mi po, edhe para Ebu Hurajres, apet nuk piti. Tha merë tipi Ebu Hurajre. Dhe ishke me osa, po, më shumë tha urdhër i pejgamberit, ja nisa tha unë me pi. Po, e lashta pak si mongi. Shefë, pepe tha. Unë apet edhe pak si mongi. Pepe tha. Edhe unë apet, deri sa i thash, valloh, ja Rasulullah, sub kamet as një vend kum pa u mushit ashtë. E musha ta borkun plët, edhe pastaj, e musha, krejt ata sahabit e tje shok të mbushen borkun e tyre, edhe unë mbusha, edhe pejgamberi, pastaj e mur pejgamberi, edhe tha boni bismillah, falendere Allahun, edhe e piti një tru prej, e piti prej qumë që shka mbeti. Konkluza që ti hadithi, qëla ishte, se prej një 2 litrëshe qumë është, petën gjithë ata hlusufa që kënë qenë, edhe Ebu Hurajra që qaqë fort Ebu Hurajra ka paramendu, që është i uritur, ose i etur, so që a e kështë e pikejt vetë. Ata petën këtë e hlusufa, edhe Ebu Hurajra piti, edhe Ebu Hurajra, edhe pejgamberi dhe Henez prap mbeti, qumë është prej asajna për shkak të doast pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo ishte një prej mrekullive që ndodhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në qumësht. Prej kësona çka muna me përfitu, ishte se kur ja dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qumështin e Ebu Hurajres, i tha Ebu Hurajre, peti, ulo dhe pe. Fjala ulo edhe pe, nga që kjo kanë nxjerrë muhaddithin, kanë thonë që e ka pëlqy, ka qenë e pëlqyer, te pejgamberi mustahab ose e pëlqyer, sa kanë bëvajë, po nuk është bash ashtu, edhe që me pi ujë ose pejgamberit i ka pëlqy me pi ujin ulur. Ulo dhe pi ujë. Edhe kjo tek na pëlqejet. E saktan fjalën që kjo që pëlqejet, jo në mënyrë obligative. Pastaj prej tjetër që ka përfitojnë prej hadithit, që qysh e boni pejgamberi me Ebu Hurajren, që zotniju i shpijes, zotria i shtëpis, mas pori i jep me pi dhe me hongër, i jep, ose me pi në këtë me që është hadithit bën nas bukfal kështu, i jep me pi musafirve, pastaj zotnia i shpijes me pi vetë. E nuk është prej edebit të mirë, zotnia i shpijes me pi pori vetë tanë mjë do musafirve. Jo veç kaq, jo veç zotnia e shtëpisë, pejgamberi këtu nuk pike vetë, por edhe ai që i shërben, ka mundsi njëri orë të ty më të ndihmu, si të pak i më shumë me sene, orë më të ndihmu kështu, edhe ai nëse i shërben, edhe ai ju me pi pori, pa i prap i fundi sikur që pike Ebu Hurajra, mas krejt e hrisufës që pike Ebu Hurajra, e pastaj nga që kjo është nxjerrë, dhe hadithet e tjera, është nxjerrë se preferohet prej sunetit, prej të pëlqyeres, është ai që i shërben i jep ujë tjerëve ai me pi i fundit. Pastaj prej të mirave që ka përfituat për hadith, që nëse njoni kohë nëjtë probleme sene, ban më smja thonë, ngani, sikur Ebu Hurajra në fillim, a nuk duhet, Ebu Bekr, ose Omer, bo leni këtu hadithe ose ajetin, se ju jam të kuptu, jam pokë krejt. Nuk i të ke kështu, edhe nga që ke kuptu, që mune sa me më shef ma shumë problemin që ka ti e ki, është ma e mirë për ty. Pastaj edhe tjeta që ka përfituhet, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka e përmendi Allahun kur janë nisi me pi ujin. Bismillah, edhe falenderej Allahun azza wa jall. Këtë që të nëzirën për jadiri. Po e bivi që një ngjarje të vogël, që e forcon këto, që i ka ndodhur mrekulli pejgamberit, se krejt që ka kënë këtë hadith, mrekullia e pejgamberit në qumësht.
që shushtu gjitha e qumështi 2 litër ta, 2 litër u bo me pi kejt ata 4-50 veta, 60, nështë ta i shinjen kohë, nështë edhe ma shumë, që unë veç e ka dzua që për shok se boreja se ka të regu numën se ka qenë, unë veç e të regua so janë helesufa, kejt me pi pe 2 litrave qumësht. Kjo është mrekulli e pejgamberi sallallahu. Ka ndodhe rast tjetër, është një ngjarje që i thënë ngjarja e Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad përmendet në librat e historisë. E ka përmend gjithashtu edhe Imam at-Tabarani fi Mu'jam al-Kabir. Edhe Ibn Kathirin Bidaya wa Nihaya mbullimin e tretë. Edhe vendet të tjera. Përmendet një ngjarje Ummu Ma'bad. Kjo Ummu Ma'bad nëna e Ma'badit. Pamnin e plot, nëse muna mi thonë, e ka posur, ti këtu binti Khuwailid ibn Khalid. Ç'është amën e plot? Ummu Ma'bad mjaftën për juve. Dhe një ditë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e boni shpënguljen për në Medinë. Kur e boni shpënguljen për në Medinë, pse ishte pejgamberi duke u ndjekur, qëndroi pejgamberi sallallahu në shpellë 3 ditë, qëndroi në shpellë derisa u anën mushrikinë të asaj për kërku pejgamberi me mbytje sene. Më rëndësishme e gjetën dul pejgamberi dhe u nis për Medinë. Kur dul, ishte në periferi të Mekës, që ishte një farvendi mes Mekës dhe Medinës, e takoi një tend. Një tend, me thonë, shtëpi kasull, këtë e vjetër kështu, aty kishte qenë një grua. Dhe ajo grua kishte posën Ummu Ma'bad. Dhe ka qenë një grua besnike, një grua që me thonë, që ka vonë shumë. Kush ka kalu, asaj i ka vonë, qumë është nëse ka posë mesh i ka vonë, që ka posë i ka vonë, i ka ndihmu udhëtarëve, se ka qenë që si nullë mes Mekës dhe Medinës. Kalej pejgamberi sasam, ato ishte pejgamberi sasam, ishte Ebu Bekrin, gjithashtu ishte Amr ibn Fuhajra, edhe ishte ai që ja drejton të rrugën, ishte Abdullah ibn Urajqit, që kë ja tregon të rrugën. Ishte më thonë 4 veta, po? Ishten kur kalun ka e shpia pejgamberi edhe ishte i uritur. Pejgamberi sasam edhe i untë edhe i uritur, edhe Ebu Bekri edhe Fuhajra edhe këta krejt ishin. Pejgamberi thot, nalmi pak të që kjo ka sulla, edhe henen tërketën, na fani mos ju shqisëm, a ka mundësi me ju pyet, a ka mundësi, e debi pejgamberi se sëmë, a ka mundësi me ju pyet diçka, mos keni na i sen me na dhonë, ose me ngronë, ose me pi. Valla, tha që kjo vita ka morë, tha, të loshe mo, dhe tha të si e mo, dhe s'ke mas kur gjo heq. Pejgamberi se sëmë po këshu ka aburre i sojna, peshe një farë dele, ose disa i kanë thonë dele, e thot e zajt kështu, disa i kanë thonë s'ka qenë as dele se nuk ka lind kur aja, që me thonë aja dele s'is lind kur, që shqituj. Mi po e zajt, tha pejgamberi sëmë, po qaton, a muj me mbjell qaton, edhe me pi qumë është bili se jena urit. Po aja tha, po, tha, mere, tha, shlirë tha mjele, po s'ko tha aja nuk ko qumë, tha që aja nuk mëras me hec, qa që zajt, po, tha që s'mëras me hec, për shta, a i burë jam i ka morë delet e tjera, ma kalon këto. Pani tha, a mjep leje mu veç të kërkaj, ose të familja, mjep leje, po tha leje të kuft, po s'ko kur gjoja, bëmna tha, ja pronën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi ja prejke vendin e qumshtit të soj, edhe boni do pejgamberi sallallahu. Edhe atë shumë i ju rritën vendi qumshtit gjitë e soj që i thuj, atë shumë sa që mu komp nuk i kishte, ishte problema ja tani edhe për menejt, për qumshtit të madhë që ju bon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, bëmna tha edhe një enë. Dhe enën që ka ja prënën në hadith, në këtë në transmitim, është orë që i prënën enë qatë so mujnë me pi pej 3 deri në 9 bura. Një rahtë me pi. Një rahtë prej 3 deri në 9. Që ka shumë qiti qumësht, a janë fakt s'kishte qumësht heq. Edhe pastaj piti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam piti, që ditë ka e gruja, kërë shike. Ummu Ma'bad që ka ndodhë, po kjo goti ke për me cuf, që kësh ka boni këto, edhe me rëndësi, piti qumësht, petën kaj shuk të vetë, mi po aje që ka interesant, edhe këtu, pejgamberi nuk piti i pari. Si e lëshoj qumështin, ja dha Abu Bekrit. Ja dha shuk vetë që ishin për cilje. Pastaj e mjeli edhe njëherë, e jadha edhe Ummu Ma'badit, zotëreshës të aso shtëpije. Këtë në fondë më thonë pejgamberi piti për vetën e ti. Edhe mirë kërkoj leje shkotën pejgamberi sëmë. Kur erdhë mas një kuë burri Ummu Ma'badit, Ebu Ma'bad, i thënë kështu, në tjera ka posë, qka që ka posë si nufk, edhe ja me delet. Kur e po e dike që kalon një dele, që as nuk ka lind ajo dele kurës, kon goti për me qoftë, s'ka mujt as me hes mi bashkan gjitë deleve tjera, edhe i tha, kur e po, një tas të madhë kështu, që mujnë me pi deri pej 3 dhe 9 bura me pi dhe mos me mujtë me hargjit. Edhe i tha, Ummu Ma'bad, ka këtë omër kështu, ka tjerë, tha. Valla, tha, ka tjerë, kushta për uni, ka të piki. Tha, se dele të unë i këm pas ketë me veti, veç aja që s'ko këm lonë këtë, se s'ka mujtë me hecë. Tha, valla, tha, kete ku unë një njëri bere qëtë shumë.
E përmeni kështu, ke një njeri i bereqetshëm. Tha, kush ke? Tha, keti unë një njeri, janisi për shkruan e pejgamberin. Ke një njeri me një ftyrë të bukur. Ke një njeri me ato vetrat mira. Bili për shkrimin që ka bon gotë një literaturë dikon tjetër se gjoni vetës se kjo që ka bu për shkrimin. Ke me një ftyrë të ndryshme. Ke një njeri me do flok të zeza. Ke me një mjekër të shpesht. Ke një njeri që kur buzqeshte aj si kur diamant të dhamë të ti ishin konë. Ke një njeri që asë nuk ke shumë i gjotë më të qudit gjatësia ati, pa asë gjëgj i vëgël i shkur, po i shkon mësatar. Ke një njeri zhvill, ke një njeri kur falke roll, ama qatë kur falke, të ka i ke mengu. Ke një njeri që aj kur falke të shka sahabit, do ju sa, shukët e ti, se nuk të ke sahabit, do shuk që përcjelën, ata nuk i thishin dy fjallë, më njëherë mja kry, ato shka i thë kjaj. Kje tha që kjo, janisi për shkun pejgamberin, ke qështu. Tha, vallahi, ja thën Abu Ma'bad, vallahi, po kjo qenë ka qaj që janë të kërku mushrikinet, ata që janë kërku kurajshitet, që po e kërkojnë, po që kjo qenë ka. Vallahi, tha, e kum pas plan, me ju bashkan gjitë që ti buri, tha, po që s'ka ka kon na fok me qilu, ama do t'ju bashkan gjitë, na, si ta gjoj, një rrugë, kam ju bashkan gjitë këti njeri, tha, se që kjo është qaj. Atëherë, shkoj pejgamberi në Medinë. Mas disa viteve, ose mas një kohë, vite s'ka përmen, mas një kohë, shkon Umu Ma'bad Medinë. Hale nuk ishte hin Islam kjo. Shkon në Medinë. Kur një qun që e pat Umu Ma'bad, që kjo e kishte një qun me veti, pa ai quni e pat po pejgamberin atëherë. Edhe kur e po Ebu Bekrin Medinë. Ai quni vet, djali vet, i tha, oj nonca, që djali tha ka qenë me ato të bereqetshmin. Që djoli ka qenë me ato të bereqetshmi, se i tha që një njeri bereqetshëm. Kur shkoj, e takoj tha, kush ka qenë qaj që ka pas qenë atëherë me juve? Ebu Bekri tha, pse se dina? Pa është i dërguar i Zotit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, do më shku ako mundsi më çuta të çaj. Shkon edhe pranon Islamin ajo. E pejgamberi sa për atë respektin që ja pa bon udhtim atëherë pejgamberi sa ju dha të mirë, ai dha shumë, edhe pranoi Islamin, pastaj ajo bon sebeb shkoi te kasulla vet, e pranoi Islamin edhe Abu Ma'bad, burri i saj, edhe familja e saj, edhe vllavi i saj, edhe u kthyn në Islam, pastaj ajo ka vdekur në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu wa anha wa anhum ajma'in. Maransi cila ishte pjesa argumentimit se një dele që s'ka pos qumësh dhe s'ka lindë kur, u bome që gjithata qumësht, kështë prej mrekullive të pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, e inshallah her tjera flasmi për nëjë mrekulli tjetër. E lusë Allahun azze vë gjithë në fort në mshërën, e lusë Allahun azze vë gjithë që me pejgamberin të Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, dhe me pejgamberit e tjerë në gjennet të në bashkan. E kulu qawli hadha, astagfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu, innehu huwal ghafur.